Këto ishin momentet e fundit teksa po zbatoi projekti për ta kthyer këtë ambient në një ambient të rregullt dhe model, ndryshe nga ç'ishte më parë. Bëhet fjalë për këtë zonë pranë shkollës Alidemi, që u inspektua edhe nga vetë kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha, teksa po përfundonte. Pas këtij investimi pranë kësaj shkolle, që nuk do të jetë vetëm me rregullt, por dhe me dobishme dhe gjelbëruar, prej rrepeve që u mbollën, stolat e rinj që do të jenë në hijen e pemëve të Lulishtes, tashmë gjithçka ka marrë formë. Për krah shkollës Alidemi nuk do të kemi më Qibanin, që ishte kthyer si një simbol i keq për këtë zonë. Tashmë i gjithë territori do të jetë një mjedis që nuk do t'i shërbejë vetëm shkollës, nxënësve dhe mësuesve, por edhe banorëve të zonës. Më shumë do të jetë edhe një ambient shplodhës me gjelbërim, pemë dhe stola, ndërsa do të ketë edhe sistemin e ndriçimit gjatë mbrëmjes, që do të jetë funksional, ku banorët e zonës e kryesisht mosha e tretë të kalojë disa orë, kryesisht gjatë mbrëmjeve të nxehta të kësaj vere.